Mirë po, këto dhoma të cilat shpesh herë i përmendemi në të cilën ka zbritur Kur'an, në të cilën ka qëndru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nanat e besimtarve. Nuk ishin këto dhoma të luksit të cilat sot domethënë i kanë muslimanët. Këto dhoma ishin aq modeste, sa ishte modeste edhe vetë xhamia e pejgamberit alayhis salam, e ndërtuar, e mbuluar me traj prej drujve të hurmes dhe e mbuluar me dega të hurmeve. Edhe ishin aq thjeshta sa që ishin të ndërtuar me tulla prej lloçi dhe nuk ishin ndonjë hapësirë të madhe. Ajo dhomë quhen ndoshta edhe shtëpi, ndashtu i shtëpi ndash dhomë, se aty përgatitej ushqimi, aty flante pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në atë dhomë kishte kuzhinën, ajo dhomë ishte dhomë pritje, ajo dhomë ishte od, sallon, çka dush thuj. Aty ishte krejt shtëpia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me një hapësirë prej 3 metra e gjys, ndoshta me 5, hiç më shumë. Saqë transmeton Hasan al-Basriu radiallahu anhu, sikurse e ka përmend Ibn Sadi në librin e tij Tabakat, në kohën e Uthmanit radiallahu anhu, Hasan al-Basriu e dini ka qenë prej tabiinëve. Si fëmijë thot, kur kam shku me nanën time, se nana e tij ka qenë një prej shërptore prej nanave të besimtarëve Ummu Selemes, thot dhe kur kam shku në një prej dhomave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thot dhe kena lozë si fëmijë, thot e kena prek tavanin me dorë. Ashtu ta kanë qenë dhomat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. A më së miri e përshkruan Omeri radiallahu anhu, që kur a hyn një herë prej herash dhomën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç transmeton domethënë vetë Omeri radiallahu anhu, e këtë hadith e kanë nxjerrë Imam Buhariu dhe Muslimi, thot kam hyrë në dhomën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot dhe kam pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të ulur në një apo të shtrat në një hastër. Hastra ka qenë e punuar prej degëve të hurmeve, prej degëve të hurme. Dhe nuk ka pas nërmjet trupit e tij dhe kësaj hastrës diçka çka e mbron. S'ka pas as sungjer, as dyshek, as mbuloj. Thjesht ka qenë i shtrirë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hastër. Dhe kokën e tij thotë kishte pasur të vendosur me një jastëk prej lëkure të regjur. Dhe krejt çka kom pa thotë në dhomën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thotë kanë qenë 3 lëkura të regjura vjerë në dhomën e tij. Thotë dhe kur e kam pa që shenjat e hastrës kanë mbetur në trupin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thotë Omeri, kam filluar me çajt. E pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çka po çon Omer? Çka je ngushtu kështu? Thotë ku mos më ngushtu kurse mbreti i Kisras dhe Kajserit atje, mbreti i Persisë edhe Romagëve jetojnë në përpallate të qëndisura prej mendafshi, kurse ti i dërguari i Allahut në këtë gjendje, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja kthen Omerit radhiyallahu anhu, thotë a nuk je i kënaqur Omer, a nuk je razi që na me pas, ata me pas këtë dunjan kurse në ahiretin. Ata me gëzu të mirat e kësaj dunja kurse në ahiret. Kurse me një rivajet tjetër, Omeri radiallahu anhu kur është hyrë në dhomën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thotë nuk kam pa diçka që ma ka tërheq shiqimin. Tash llogarit me hy dikush në shtëpitë tona, të cilët i kena të qëndisura, muna me thonë, me plot kuptimin e fjalës, secili kur hyn me një shtëpi të re, shet diçka që atë tërheq shiqimin. Qoftë ndonjë vitrinë, qoftë ndonjë kënd, qoftë hapësira brendshme, qoftë punimet brenda shtëpisë, kurse Omeri radiallahu anhu thotë ka bën diçka për shtypje në dhomën e pejgamberit që ma tërheq shiqimin. Domethënë çaq modeste, çaq thjesht ka qenë. Dhe kur e ka pa në atë gjendje dhe e ka çajt Omeri radiallahu anhu, i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pse s'pe lut Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu m'ia hap dyert umetit tënd me çu rrezik dhe mirësi. A nuk po i sheh se si jetojnë mbretërit e Persisë dhe Romagëve, kurse ti i dërguari i Allahut, robi i Allahut, pejgamberi i Allahut në këtë gjendje? Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë Omerit, apo dyshon ti o i biri Khattabit, ata janë një popull që Allahu ju ka shpejtu mirësitë e tij në këtë dunja. Allah na ruaj që Allah mos na i shpejtoj mirësitë e tij në këtë dunja dhe mos mbetet asgjë në ahiret. Nga se Allahu thotë janë një popull që Allahu ju ka shpejtu mirësitë dhe begatitë e tij në këtë dunja dhe nuk ka mbetur kurrë për ta në ahiret. Allahu xhelle xhelaluhu na dhash të mira në këtë dunja dhe në ahiret.